Dy foltore brenda pak ditësh në Elbasan dhe Saliani me të tijën, tregoi se ja kaloi profesorit të tij si për numra, si për rini. Saliani u tha demokratëve se nuk pretendon post. Atëherë, pse po lodhet kot? Ne kemi një rrugtim i cili nuk bëhet për posta, i cili nuk bëhet për interesa personale, i cili nuk bëhet për ofiqe, një rrugtim që nuk bëhet për asnjë interes tjetër përveç se interesit që Partia Demokratike të gjojë antarësinë, të mos e braktisë antarësinë. Sfida e vërtet se kush fiton do të jetë në protestën e 22 dhjetorit në Shesh, kur Berisha me foltoret nuk mbledh dot njerëz. Saliani premton se do ja sjellë ai vet. Ka vetëm një rrugë. Protesta, protesta, protesta dhe në datën 22 dhjetor. E gjithë energjia e kësaj sale dhe sallave në çdo cep të Shqipërisë duhet përplaset përpara mureve të kryeministrisë. Por Saliani ka kuptuar se gjyqi në Partinë Demokratike nuk po bëhet për Ramën, por për të. Mbledhja e fundit të kryesisë ishte 4 orë gjyq për mua dhe për ju dhe 15 minuta gjyq për Edi Ramën. Më të mërziturit nga ai duken Gazi dhe Noka, ndaj dhe Saliani i vendosi vetëm një kush doktorit, të bëj pastrime, qofshin ata humbës, jo burra apo besnik. Edi Rama nuk mundet as me armiq imagjinar, as me përbetime të stërpërsëritura prej vitesh. Nga disa që në politik mund njihen dhe si idiot të dobishëm, që nuk i lidh asgjë me njerëzit dhe që humbjet i kanë të vetmin bilans në karrierën e tyre politike.